Rëndohet situata në akset rrugore në juglindje të vendit. Dëbora ka arritur tashmë në 15 cm trashësi, por në rrugë nuk është marrë asnjë masë për hedhjen e skorjes dhe kripës. Shkak është bërë mos tenderimi i fondit për të paktën 8 akse rrugore që përfshin Korça. Tender është zhvilluar vetëm për akset Zëmblak-Kapshtic dhe Zëmblak-Dogana e Goricës. Këtë të mërkur situata paraqitet problematike në akset Qafqari-Leskovik, Bëboshtic-Dardh, Voskop-Voskopoj dhe akset që lidhin Zëmblakun me pjesët e Doganës. Drejtuesit e automjeteve pohojnë se vetëm me 2 ditë rreshje dëbore janë krijuar problemet e para, që rrezikojnë të shtohen ditët e tjera. Maçuri si këtu ka bërë pastruse këte? Po pse? S'ka bërë pastruse. Nga po vi? Nga Korça. Rruga si është? Keqja, si që shikon. Me zinxhira tash, me zinxhira. Drejtuesit e rrugëve nacionale në Korçë nuk pranojnë të flasin për situatën e krijuar dhe arsyen përse nuk janë zhvilluar tenderat në kohën e duhur. Por jashtë kamerës mësohet se problemet kanë ardhur për shkak të shkrirjeve të ndërmarrjeve të rrugëve dhe përqendrimeve të tyre në një drejtori që përfshin disa qarqe.